epokë të krenarisë, së shpejti do të hapim muzeun ton të parë kushtuar mbrojtjes së shpëtimit të hebrejve në qytetin e Vlorës. Dikur qyteti më i madh mesjetar i Shqipërisë, ku pagjejeni, në shekullin e 16, hebrejt që iknin nga persekutimi në Perëndim përbënin më shumë se sa gjysmën e popullsisë së tij. Të rinjt tanë dhe vizitorët e shumët që vijnë nga e gjithë bota të vizitojnë vendin tonë të bukur, ku numri i turistëve izraelit, me qëra fjala vitin e kaluar u rrit shumë më shpejt se nga çdo vend tjetër, do të shohin atje me sytë e tyre e do të dëgjojnë me veshët e tyre se si Shqipëria e vogël ka qenë gjithmonë një stres sigurt për hebrejnë që shumë kohë më parë, e se si shqiptarët e zakonshëm e bën këtë vend shumë të vogël të vetmin vend në hartën e Europës që doli nga lufta e dytë botërore me më shumë hebrej se ç'kishte kur